Shumë herët, sot përfundimisht dolën të vërteta. Kanë kalu mbi 9 muaj që kur qytetarët e Kosovës kanë folur me votën e tyre dhe i patën thënë një jo të madhe të ashtu quajtur të referendum të Albin Kurthit, duke i thënë jo po ashtu mentalitetit të qeverisjes një partijake e autokratike. Po ashtu kanë kalu më shumë se 7 muaj kur jemi mbledhur si të zgjedhurit e popullit këtu në kuvendin e Kosovës për të konstituar edhe kuvendin e për t'i dhënë përsëri qytetarëve e Republikës institucione legjitime. Asnjëra nga këto nuk ka ndodhur. Më vjen keq që për herë të parë ndoshta këtu para jush, qysh me 27 prill, apo ndoshta edhe me 23 prill, kam thënë që ky ngërç do të vazhdoj nëse nuk tërhiqet zoti Kurthi nga mentaliteti i tij bllokues dhe përfundimi do të jenë zgjedhjet e parakohshme. Kam kërkuar qysh atëherë që këto zgjedhje të mbahen më herët në qershor, në mënyrë që qytetarët ta thonë fjalën e tyre edhe një herë për të na dhënë drejtimin që ata e kërkojnë. Kjo nuk ka ndodhur sepse ky mentalitet bllokues i vetvendosjes së zotit Kurthi e ka sjellë Kosovën pikërisht në këtë situatë. Blokad pas blokade, vonesë pas vonese, taktizim pas taktizimi, që sot përsëri në fund rezultati del i njëjtë, jemi duke shkuar shpejt drejt zgjedhjeve të parakohshme. Sot s'ka mbetur më të thuhet asgjë, përveç që pas këtij dështimi të paralajmëruar, e pas kësaj blerje kohë të panevojshme të 15 ditësh të fundit me kinse mandatarin e dytë Konjuca, Presidenti i Republikës e ka obligim që sa më parë ta shpall datën e zgjedhjeve, që të mos humbet kohë e vlefshme edhe më tej, sepse qytetarët kanë nevojë për institucione legjitime dhe funksionale. Edhe propagandimi i të pavërtetave të shumta që u tentua të bëhet sot me seancën e parë nuk pinui. Kosova nuk është duke i rrezikuar as fundet e Bashkimit Evropian me mosvotimin e sotëm, as nuk i ka rrezikuar kredit e Bankës Botërore me mosvotimin e sotëm, e as qytetarët e Kosovës nuk mbesin pa pagat e tyre në vitin e ardhshëm për mosvotimin e buxhetit të sotëm. Në fakt, ajo që ka mundur të ndodhte sot me votimin e atyre pikave do të ishte një përligje e mentalitetit antikushtetues, një përligje e qasjes e cila nuk mërzitet për ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, por një gjë e tillë siç e kemi dëshmuar gjatë gjithë kësaj kohe, edhe me dërgimin gjykatë kushtetuese të shumë rasteve të projektligjeve e ligjeve të kaluara në kundërshtim me kushtetutën, e kemi bërë edhe sot. Unë edhe një herë juve ju falenderoj dhe shpresoj shumë që zgjedhjet e jashtëzakonshme që duhet shpallën me një herë, sot apo nesër, pa humbur kohë, vërtet të japin qytetarëve një mundësi për verdiktin e tyre që Kosovës do t'i jap një qeveri, e cila para zgjidhash nuk është qeveri e mentalitetit një partijak dhe përjashtues, por një qeveri që e kthen bashkëpunimin si normë, i rekuperon raportet e Kosovës me partnerët ndërkombëtar, e vendos interesin e qytetarëve para zgjidhash dhe jo interesin e pushtetarëve siç kemi pas deri tash. Urdhrani. Po japim përparësi, pastaj Dhe ka si që apresni me pas një takim me presidentën Osmani kryetari i partisë, edhe cila datë do të ishte e preferueshme për ju në rast se ju në diskutimin me kryetarin? Kryetari Hamza do të jetë gjithmonë në dispozicion për të shprehur qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës, por për sa i përket kësaj situate këto janë qarta. Ne jemi takuar me presidentën para disa javësh, ku kemi kërkuar që mos ta jap fare mandatin e dytë, sepse kemi ditë gjithë që nuk ka shumicë. Ka qenë zgjatim i agonisë institucionale dhe qytetare pa asnjë nevojë. Kështu që edhe atëherë, edhe tash i kemi thënë dhe po e përsërisim, e diela e parë brenda 30 ditësh të afatit kushtetues është data që duhet me ndodhë, sepse s'ka kohë për me humbë. Fatkeqësisht që si kemi marrë më herët një takim të tillë, ta zonë për mos me udhon fare mandati i dytë, se është ditë që është kot, edhe tash do të kishim pas
një datë caktuar. Me qenë se kjo s'ka ndodhur, shpresoj që presidentja vërtet ta luajë rolin e përgjithshëm si përfaqësuese e unitetit qytetar dhe të shpallë zgjedhjet në mundësinë e parë. Pastaj ju. Do të themi në studio është Memli Krasniqi, kryetari i PDK-s, që ka kërkuar